Expo, stadiumi kombëtar, rindërtimi i hekurudhës Beograd-Budapest, sistemi metros, ura e re mbi Savno Beograd. Të gjitha këto projekte në Serbi po ndërtohen nga kompani kineze. Megjithatë, për asnjë nga këto projekte, kontraktuesit kinez nuk janë zgjedhur përmes tenderit. Si ndodhi kjo? Të marrim shembullin e ndërtimit të urës së re mbi lumin Sava në Beograd. Ministria e Ndërtimit njoftoi se ura po ndërtohet përmes kontraktimit të drejtë për drejtë, bazuar në marrëveshje ndërshtetërore mes Serbisë dhe Kinës. Kjo marrëveshje është nga viti 2009 me qëllim të forcimit të bashkëpunimit veçanërisht në fushën e infrastrukturës. Aty nuk thuhet qartë se rregullat serbe për prokurimin publik nuk zbatohen në rast të angazhimit të kompanive kineze. Megjithatë, kushtetuta e Serbisë përcakton që marrëveshjet ndërkombëtare kanë përparësi ndaj ligjeve vendore. Nemanja Nenadić, drejtor programi i organizatës Transparency Serbia, thotë se marrëveshjet ndërshtetërore gjatë dekadës së fundit janë përdorur në mënyrë intenzive për të nënshkruar kontrata pa konkurencë. Ako se ugovor zaključuje uvek sa idejom da će firme iz te druge zemlje nešto realizovati u Srbiji i da će Srbija uzeti neke kredite iz kojih će to da plaća, a nikada se ne dešava nešto obrnuto, onda to u stvari nije sporazum nekih strana koje su međusobno jednake u pravima, obavezama i očekivanjima. Marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë mënyra e vetme për të anashkaluar tenderët. Për shembull, për projektin Expo, një ekspozitë ndërkombëtare ku parashihet të prezantohen arritje teknologjike, inovacion dhe projekte zhvillimi në vitin 2027, Serbia miratoi një ligj të posaçëm, lex specialis, që shprehimisht thotë se dispozitat e ligjit për prokurim publik nuk do të zbatohen. Kjo është vërejtur edhe në raportin e Komisionit Evropian për zgjerimin, ku thuhet se Serbia ka prerje të shmangë legjislacionin e saj përmes marrëveshjeve ndërqeveritare dhe ligjeve të veçanta, gjë që krijon rrezik për korrupsion dhe mos përputhje me standardet evropiane. Nenadić shton se mungesa e konkurrencës i rrit kostet e punimeve, të cilat financohen nga buxheti, pra nga qytetarët. Možemo samo pretpostaviti da je uticalo na to da cena bude viša zato što niko nema razloga da ponudi bolje uslove ukoliko zna da je jedini ko učestvuje. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e pushtetit vlerësojnë bashkëpunimin me Kinën. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, në vitin 2021 tha se kredit nga Kina mundsojnë zhvillimin e infrastrukturës në Serbi. Vitet e fundit, Serbia dhe Kina kanë forcuar lidhjet ekonomike dhe politike, të cilat të dyja vendet i përshkruajnë si miqësi prej qeliku dhe partneritet strategjik.